Gjykata kushtetuese ka shumë punë. Aq punë sa ajo i lejoi sot vetes të vazhdojë bllokimin politik në vend pasi shtyu për 10 ditë fillimin e shqyrtimit pa disë së kryeministrit. Nuk dihet akoma se cilët janë punët që ka kjo gjykatë, e cila për shembull për rastin Veliaj operoi me shpejtësi brenda një fundjavë. Padia atëherë erdhi nga një individ, ndërsa tani Padia po vjen nga ai që është njeriu më i rëndësishëm politik në Shqipëri. Teorikisht duhet të jetë një sinjal i mirë se gjykata kushtetuese kujdeset më shumë për drejtat e një njeriu se sa të një qeverie. Por puna është se më shumë po besojmë se kjo gjykatë e ka shtyrë ndoshta vendimin për shkak se mund të ketë një udhtim jashtë. Apo dhe më keq, sepse po pret të zgjidhet të hënën një herë kreuri i SPAK, duke mos dëmtuar kështu statistikat e prokurorisë, por duke i sjellë një dëm jo të vogël vendit. Dhe këtu nuk i referohem 36 marrëveshjeve që numëroi Edi Rama sot në njëra me interes strategjik, si investimi shumë milionësh në Rinas, të cilit i duhet pres deri të premten tjetër për të parë se si një turm gjykatësh e prokurorësh po vendosin fatin e një qeverie. Jo të gjithë janë të lumtur për këtë. Në një mbledhje të një komisioni për Ballkanin, një kongresmen amerikan në Washington për herë të parë ka ngritur një kritikë serioze ndaj drejtësisë së re shqiptare. Kongresmeni amerikan ngriti dyshimin e parë serioz nëse qëllimi për cilin Shtetet e Bashkuara mbështeten dhe sponsorizuan drejtsinë e re, po i shërben apo jo qytetarëve shqiptar. Ai foli për një numër të frikshëm dosjesh të pagjykuara, të cilat kanë shkuar në mbi 200.000 si synim direkt të interesave të qytetarëve, të cilëve kjo gjykatë pra dhe kjo drejtësi duhet të shërbente. Sigurisht vërejtja nuk përfshin dhe vonesën e gjykatës kushtetuese, por ama vonesa e sotme tregon se sa i drejtë është shqetësimi i ri amerikan. Puna është a duhet fillojmë dhe ne të shqetësohemi seriozisht, apo përjetojmë këtë javë jo thjesht për plasjen më të fortë të dy pushteteve, por dhe dështimin e testit më të rëndësishëm të gjithë kornizës ligjore dhe kushtetuese të drejtësisë së re? Gjykatës që nuk janë gjykatës, por njerëz lidhur ose të kapur politikisht, prokurorë që ndjekin agenda personale, politike apo oligarkësh, për më shumë furnizues kryesor të baltës publike që varrosin politikanë dhe njerëz publik, duke zhvlerësuar edhe proceset reale gjyqësore. Nuk ka rëndësi nëse del nesër i pafajshëm apo jo, rëndësi ka se çfarë thuhet për ty të njëjtën në darkë në ekran. Kongresmeni amerikan foli në një komision të Kongresit ku e quajti Ballkanin Perëndimor zonën më të pastabilizuar në Europë pas Ukrainës, e cila, siç e dim, është në luftë. Veprimet e drejtësisë së re mund të kishin një sens qoftë politik nëse do të sillnin një tërmet të tillë. Por sot më shumë i frikësuar duket Berisha nga Saliani se sa Rama nga Berisha. Atëherë kujt po i shërben ky destabilitet institucional i të vetmit vend që duket se nuk po prodhonte probleme në rajon? Për këto do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Resor. Me mua sonte në program janë Ervin Karança, ish prokuror, mirëmbrëma Ervin, avokat sot, avokatit Mont Petër, mirëmbrëma Petër, Frok Çupi, mirëmbrëma Frok, dhe Prisita Gjikondi, avokati, juriste dhe aktiviste e drejtave njërë, mirëmbrëma Prisita. Ndërkohë, dua të futemi pak fillimisht me ato që ka ndodhur në fakt mbrëm dje në Washington, në një komision të Kongresit amerikan, një kongresmen i njohur amerikan për djenit e tij mbi situatën në rajon, në Shqipëri dhe padyshim edhe në Kosovë, ka ngritur disa paralajmërime serioze, edhe për Shqipërinë dhe për Kosovën, por padyshim duke shtuar edhe një pikë pyetje të madhe për temi destabilitetin e Ballkanit Perëndimor, të cilin ai e ka klasifikuar në një kategori të rrezikshme. Për krah Ukrainës, e cila, siç e dim, është në luftë. Ndjejmë kronikën. A është Albin Kurti, kryeministri në detyrë i Kosovës, penguesi raporteve mes Prishtinës dhe Washingtonit? Përgjigjja është po, dhe ajo ka ardhur nga Komiteti për Punë të Jashtme dëmës përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara. Do State Department career bureaucrats view Prime Minister Kurti as an obstructionist? Yes. More so than not. Yes. Pas këtij qartësimi, në këtë raportim është folur gjatë për Ballkanin, ku është kërkuar që SBA-ja të bëjë presion që Beogradi të ndalë pengesat për pranimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, dhe se marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë janë nxitësi kryesor i destabilitetit rajonal.
Indeed, America's adversaries are actively exploiting vulnerabilities like passivation. Kundërshtarët e SBA-s po shfrytëzojnë aktivisht dobësitë për të zhvilluar luftë hibride që rrit paqëndrueshmërinë në rajon, teksa Kina po e përdor ndikimin e saj duke kryer stërvitje ushtarake dhe duke dërguar armë në Serbi. Kina po nënshkruan marrëveshje ekonomike në të gjithë rajonin me synimin e ruajtjes së aparatit të saj keqdashës dhe shfrytëzimit të korrupsionit në Ballkanin Perëndimor. Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Kongresmeni Amerikan Keith Seth ka ngritur shqetësime për reformën në drejtësi. Ai nënvizoi mbështetjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë Shqipërisë për të ndërtuar një gjyqësor të pavarur, ndërsa thotë se rezultatet aktuale ngrenë pikpyetje nëse qytetarët po marrin drejtësi të paanshme. The United States has long supported efforts to Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur prej kohësh përpjekjet për të ndërtuar një gjyqësor të pavarur dhe të jashtëzakonshëm në Shqipëri. Megjithatë, pas 10 vitesh zbatimi, është e përshtatshme të rishyrtohet nëse reforma në drejtësi po funksionon siç është menduar dhe po ofron drejtësi të paanshme për popullin shqiptar. Kryetari nën Komitetit të Punëve të Jashtme për Evropën të Dhomës së Përfaqësuesve ka evidentuar stokun e lartë të dosjeve të pazgjedhura, vonesat e të cilave cënojnë edhe besimin e qytetarëve tek drejtësia. concerning to all that the national case Duhet të jetë shqetësuese për të gjithë fakti që numri i rasteve të prapambetura në nivel kombëtar është zgjeruar nga afërsisht 16.000 raste në fillim të reformës në rreth 200.000 sot, duke i lënë qytetarët të presin 8 deri në 15 vite për të marrë një vendim përfundimtar. Vonesat të tilla dëmtojnë sundimin e ligjit, besimin publik dhe procesin e rregullt ligjor. Aktualisht edhe socialistët kanë propozuar ndryshime në reformën në drejtësi, të cilat parashikojnë korrigjime në 2 ligje, ato për statusin e prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Projekt ligji parashikon ashpërsimin e kritereve për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor që vijnë nga jashtë sistemit të drejtësisë. Po ashtu ai parashikon që përmes një dispozite kalimtare derisa të kryhet procesi i zgjedhjeve të drejtuesve të rinj, kryetarët aktual të gjykatave dhe prokurorive që nuk kanë një emërim të rregullt të konsiderohen të zgjedhur deri në dhjetor të 2028-s. Kjo është hera e parë që një ligjvënës amerikan ngre pikpyetje për reformën në drejtësi dhe veçanërisht për gjykatat. Shtetet e Bashkuara ishin sponsori kryesor i reformës, politikisht por dhe me paratë e taksapaguesve amerikan. Mbledhja e komisionit ku Keith Seth bëri deklaratën gjithashtu ritheksoi shqetësimin e Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, duke qenë veçanërisht i fokusuar tek ato që u quajtën hapa mbrapa që ka bërë Kosova. Një qëndrim i dytë ky brenda 24 orësh pas reagimit të fortë kritik të ambasadës amerikane ndaj Albin Kurtit para ditën e së mërkurës, por jashtë fokusit duke mbetur edhe drejtësia shqiptare, si dhe sjellja e saj në raport me atë që realisht kërkon e ka nevojë shoqëria e vendit tonë. Ervin, po e filloj me ju pasaj me Prisidën. Sigurisht ky është një kritik temi në thelb që është bërë reformës në drejtësi, ku janë përmendur jo vetëm zvarritje, por shtimi. Pra, shifra që nga e frikshme, thonë vërtetën 200.000. Unë kam i proces timin, unë i kam meq vizën, kuptimin smerë më të, por ka shumë njerëz tjerë cilët mund të kenë halle emergjente, Kemi parë që ka ndodhur për fat keq në muajt e fundit në gjykatat tona, por sa seriozisht duhet marrë ky paralajmërim? Vjen nga një kongresmen, është hera parë, po kongresmen, po të kemi parasysh Shtetet Bashkuara të Amerikës janë aleati jonë kryesor. Dhe një kongresmen i cili ka informacionet e duhura, sepse ai që ka dalë aty dhe ka folë në kongres, nuk mund të thotë gjërat pa qëna. Na vjen keq, avokate, dini dhe vetë. Na vjen keq, por këto gjëra që thot kongresmeni amerikan janë të vërteta. Pse janë të vërteta? Tani duhet të referohemi çfarë synonte reforma në drejtësi. Reforma në drejtësi, kur filloi në fillim, ka pasur 5 prioritete ose 5 pika. Pika e parë ka qenë, domethënë, 16.000 dosje që ishin atëherë dukeshin shumë. Pra, domethënë, do rritet shpejtësia e gjykimit. Pra, pika e parë ka qenë korrupsioni. Pika e dytë ka qenë mungesa e pavarësisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve, pra, që synohet të arrihet me reformën. Te zgjatja e afateve të dhënies drejtësi. Pra atëherë 3 vjet ishin shumë. Sot po shkojnë 15 vjet, pra kemi gjithë 5 fish. Standardet të ulta etike dhe profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe aksesi i pamjaftueshëm në sistemin e drejtësisë. Pra këto ishin 5 pika që synoheshin 2015, që u bë reklamimi atëherë. Mendoj që pjesa më e madhe këtyre pikave nuk janë realizuar. Pse nuk janë realizuar? Dalim tek pika kryesore. Pika kryesore që ne duhet kemi është
që qytetarëve shqiptar t'i jepet e drejta e tyre në një kohë të arsyeshme. Këtë që ta kongresmenëve, dhe këtë ngriti kryesor. Po kjo është sepse kjo është kryesore, sepse kur ti nuk ke akses në drejtësi, ti domethënë ka rast sistemi gjyqësor, dhe kjo është tamam është emergjencë kombëtare, sepse në një demokraci janë 3 pushtete, është legislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori. Ty kur të bi gjyqësori që qytetarët nuk kanë drejtën e tyre, nuk realizojnë drejtën e tyre, atëherë ky është alarm kombëtar. Pra duhet gjetë forma, 200.000 dosje janë shumë, sepse 200.000 janë fushës së drejtës administrative, janë drejtë civile, janë çështje pronash. Shqiptarët nuk po marrin më drejtësi. Shumë persona po vdesin dhe nuk po marrin në drejtësi. Dhe kjo është pika kryesore, sepse gjyqet nga 2 vjet që mbaronin para, tash i ka shku 15 vjet. Pra ky është një dështim total. Dhe nganjëherë propaganda çfarë bën? Ngatron reformën drejtësi me SPAK-un dhe me GKK-n. Është e vërtetë që këto organe po punojnë, pa i paragjykuar, ka mendime kundërt, por është gjë tjetër, por 2% e çështjes së shqiptarëve janë SPAK. Janë 98% janë qytetarët shqiptarë që kanë humbur aksesin në drejtësi. Për shembull, po marrim një rast. Qytetari nga Kuçi i Vlorës do vinë Lushe të bëjë një padi administrative. Që ka harta e gjykatave... Nuk ka bova kiso në kohë turkut. Pra, Vlora ka pas organet e veta administrative. Kruja vjen në Tiranë. Pa hajtë se kruja në Tiranë, po e kuptoj. Po mirë, pra kemi Lushen. Gjykata e Lushes është kriju që në kohën e pavarësisë 1912. Pra, unë shoh në kuadrin të pikës së reformave të drejtësisë, që nuk ka akses qytetari. Pra, qytetari sot nuk ka më akses të reformë, që të shkojnë në gjykatë. Pra, ka distancën e katë largët një, sepse ky është me akses, të kesh gjykatën afër. Dhe dyta, nuk realizon drejtën. Marrë dhe një rast, për shkakun që po i referosh, rasti kryeministit të Shqipërisë. Kishte një gjyq me Lul Bashën për një fyrje, zgjati 7 vjet shkallë parë. 7 vjet shkallë parë. Edhe 7 vjet. Po është kryeministri 7 vjet. Pra ti ke sistemin jashtëloje. E ke jashtëloje fare, sepse 7 vjet shkallë parë dhe 8 vjet në apel, 15 vjet ke gjyq. Duke njohur Ramës si e pas ka marrë nati 7 vjet, se kishte të më fale. Po 7 vjet apo. Prandaj neve shteti duhet marr masa, sepse pushteti gjyqësor është shumë i rëndësishëm. Pra, mos devijohet vëmendja vetëm me një pikë që është synuar. Dhe këto janë pika, janë dhe në internet, kur u bërë reforma në drejtësi atëherë, Fondacioni Soros e shpëndau këto që shikoj synohen ato 5 pika, këto s'janë realizuar. Politika shqiptare duhet të merren njerëz të cilët jo ata që e sollën punën deri këtu, po duhet të njerëz mundësisht të paanshëm që të riparojnë heqen si quhet në gjuhën juridike, evadimin e tyre dosjeve. Sepse dosjet duan profesionist, duan njerëz që e zgjidhin çështjen drejt. Nuk duan persona që hajde t'i vemi vul, sepse këto dosje ne mund të na sjellin konflikte akoma më të mëdha. Kemi rastin e Elvis Shkamit, që u vra gjyqtari, tha, kam 13 vjeta në gjyqta, kanë 14 vjet fare. Po sa tjerë, ja ti ke gjyqin tat. Tash gjyqim është pra, do të thotë rrogash është, po okej. Po çështja e rrogash është gjyq. Po patjetër, sepse ti rrog me shpresë ose do mor pronën. Ku është prona? Pra, do të thonë, ka dhe shumë gabime për sa i përket këtyre, po gjithsesi. Tash mendoj që duhet shteti, duhet një analizë plot, duhet shkaqet. Është shumë vonë amerikani me këtë gjë që ka folur, se amerikani po flet për sot në 2025, vonë foli për tash problemet janë ngritur në 2018. Shqyr që doli një të flasit tamam. Që në 2018 sepse këtu ne po gjojmë raporte që thonë që jemi mirë, që është situata shumë mirë. Ndërkohë shqyr një mik i Shqipërisë që thotë të vërtetën, sepse ai që thotë të vërtetën është mik. Ku qëndron si? Pse si vjet faji gjykatës? Shikoj, ja ta them. Se e kisha përmirësinë po me qytetit. Pse si vjet faji gjykatës? Ja ta them unë, e para njëherë që administrata në Shqipëri nuk punon si duhet. Fare, ka lidhje, si s'ka lidhje. Sepse një po ka lidhje pra, pse ka lidhje? Një qytetar i cili drejtohet një organi administrativ, që është për shembull një strukturë bashkie e tjera, i cili ka një konflikt me një qytetar, apo i drejtohet kadastrit e tjera, dhe në momentin që lind ai shkaku i pronës, ai drejtohet gjykatës që nuk i jep zgjidhje kadastra. Pra, po ta shikosh, janë të mbi ngarkuara me problem. Një pyetje kam tani. Një gjykat, a e urdhëron dot këtë kadastër ta sjelli për 3 ditë?
Për ndryshe ka penalitete? Unë të garantoj që dhe gjykata nuk ka autoritet dhe fuqi që të marri një dokument nga kadastra. Po ti sa po e mbrojtër pra gjykatës, tani më thu s'ka autoritet. Te po them që s'ka autoritet. Të lutem, jo, nuk flitet. Ky gjykatës, a urdhron dot shefin e kadastrës se mos ja përmenem. Sokol, ja të them. Në Tiranë. Në qoftë se ka institucion. Ma sill deri ditën e hënë, por ndryshe do të vetë ty pranga. Atëherë, ka afate kohore për dhënë një dokumenti që është 10 ditë, që parashkon ligji. Problemi është ky, deri ditën që do t'jetë seanca tjetër, unë e dua dokumentin këtu. Pra është ajo hapësira e seanca nga seanca. Shiko ku do të dal unë, sepse nuk e di pse ma kalove këtu. Problemi kalove ti pra se jo, një sekond. Do të bëra një pyetje tjetër. Ky gjykatës urdhëron dot këtë edhe një del me një vendim të ndërmjetëm që i kërkon kadastrës të më sjellë dokumentin. Ai vendimi ka pasojë ligjore nëse nuk e zbaton. Patjetër që ka. Pa nuk zbatohet. Pse nuk zbatohet? Problemi është ky që kadastra ka dalë jashtë kontrollit të neve. Tani po hidhesh ti te kadastra. Po jo pse kjo e ka. O avokat. Sokol. Avokat, të lutem. Po jo një sekondë. A do e zgjidhje? Jo, pra nuk do e zgjidh ti. Po e kanë ngarkuar, po them. Ti nuk e ngjush me mua mos zotri. E kanë ngarkuar. Unë jam gjykatës.